Gramosako mori sot zyrtarisht detyrën si kryetari i Bashkisë Tepelen në një ceremoni betimi të zhvilluar në Pallatin e Kulturës. Në fjalën e tij pas betimit, Gramosako theksoi se do të vijojë projektet në shërbim të komunitetit me në fokus qëndrueshmërinë dhe nevojat prioritare të zonës. Do të punoj me ndeshmëri për përkushtimin, për zhvillimin dhe rritjen e mirëqenies së tyre. Betohem. Betimi i sot nuk është thjesht një akt formal, është zotimi im i sinqert, se do të jem kryebashkiaku i gjithëve, i çdo lagje, i çdo fshati, i çdo familje, i çdo qytetari pa dallim. Dera e zyrës time do jetë gjithmonë e hapur. Dora e bashkëpunimit e shtrirë për këtoj do sjell një ide, një shqetësim apo një vizion për Tepelenën tonë. Ne kemi hyrë një kapitull të ri, koha për një fillim të ri ka ardhur, një fillim që kërkon bashkim, punë të përbashkët dhe dashuri për vendin tonë të mrekullueshëm. Tepelena meriton më të mirën dhe kjo do të jetë busulla jonë që na drejtoj në çdo vendim, në çdo projekt dhe në çdo hap punës sonë. Në këtë aktivitet morën pjesë këshilltarët bashkiak dhe Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro, e cila vlerësoi procesin dhe bashkëpunimin institucional. Ishte angazhim i kryetarit të bashkisë, Gramosako, edhe asnjë nuk hezitoi që dhe gjatë fushatës të gjitha tristin kryetarë, për të vazhduar jo thjesht punët e bëra, por sidomos për të mbajtur atë premtim që fillon sot të kthehet në realitet, që Tepelena duhet kalojë një tjetër nivel. Është detyrë e të gjithëve ne që angazhimin e kryetarit të Bashkisë Tepelen Gramosako ta kthejmë një mbështetje edhe më të fuqishme se sa gjatë fushatës. Është detyrë e parë e imja si deputete edhe si ministra e qeverisë. Është po aq bashkë me mua detyrë e tërmetit që të dy bashkë do ndjekim hap pas hapi çdo shqetësim që Gramozi, idetë e veta, projektet e veta, projektet tuaja t'i kthejmë në realitet. Kryetar, të uroj suksese, shkënaqësi, privilegj i madh që do të vazhdojmë të gjithë së bashku me këtë ekip të mrekullueshëm. Unë kisha fatin, jo pak për shumë vite, të menaxhosh një qytet të mrekullueshëm, një qytet me histori, një qytet me traditë, dhe ato që tha edhe deleguara, kam bindjen dhe besimin e plot që ato punë lëna gjysmë nuk do të ngelen rrugëve, e ti do të shohësh më tutje për të marrë dhe për të merituar dhe për të bërë për Tepelenën tonë ato që i takon Tepelenës. Faleminderit. Kam bindjen e plot që do të jetë personi i duhur në krye të qytetit të Tepelenës për t'i dhënë drejtimin e dur dhe për të drejtuar këtë qytet me profesionalizëm, dershmëri dhe padyshim me dashuri. Sako do të ushtrojë mandatin deri në zgjedhjet vendore të vitit 2027. Ai deklaroi se agroturizmi dhe investimet e tjera do të jenë drejtimet kryesore të punës së tij, duke synuar zhvillimin ekonomik, nxitjen e prodhimeve vendase dhe promovimin e potencialeve të Tepelenës.